Mirëmbrëma, mirë se erdhët sonte në Radio Televizionin Shqiptar. Një ditë më parë, në emisionin e një ditë më parë, lajmërova se do të kishim një intervistë me kryetarin e prezencës së OSBE-s në Shqipëri, ambasadorin Michel Taro. Ai ndodhet sonte në studion e Radio Televizionit Shqiptar për t'ju përgjigjuar pyetjeve tona të emisionit Ngjarja kryesore. Sigurisht fokus do të jenë zgjedhjet e pritshme të 11 majit, për të cilat natyrisht ambienti politik, mediatik dhe publik në Shqipëri është ndezur tashmë. Ambasador, mirë se erdhët sonte në Radio Televizionin Shqiptar. Mirë se ju gjete. Është shumë kënaqësi edhe për faktin se ju prej disa kohësh drejtoni misionin OSBE-s në Shqipëri, dhe ajo çfarë më bëri më tepër përshtypje është fakti se e flisni gjuhën shqipe rrjedhshëm. Ç'ne kjo zgjedhje juaja dhe si po e ndjeni veten në Shqipëri? Unë kam punuar në Shqipëri para 30 viteve, që nga 94 deri në 99, dhe më vonë akoma 3 vjetë kalove në Kosovë, atëherë punoje për ambasadën francezë këtu. Dhe atëherë kam mësuar gjuhën shqipe. Dhe si po e ndjeni veten në Shqipëri prej kaq kohësh që drejtoni misionin e OSBE-s? Sigurisht që shumë mirë ndjehem, sepse është për mua është lehtë, sepse e njoh vendin tuaj, i kam shumë shok këtu dhe me gjuhën shqipe për mua sigurisht është mision i lehtë. Edhe është më e lehtë sigurisht të njihni dhe të kuptoni më shumë ngjarjet politike dhe jo vetëm në vendin tonë. Duke u afruar drejt zgjedhjeve parlamentare të 11 majit, siç edhe ju e keni vënë re, ambienti është ndezur në një farë kuptimi, jo vetëm në jetën politike, mes partive politike dhe kandidatëve që tashmë janë publik, por edhe nga vetë publiku në Shqipëri që i ndjek me interes përgatitjet që po kryhen për zgjedhjet e 11 majit. Apo mban shënim OSBE sjelljen e partive politike dhe sjelljen në përgjithësi të kandidatëve që i mësuan pak ditë më parë? Sigurisht që jemi në një periudhë të veçantë si në vite elektorale, dhe gëzohem që me të vërtetë si e keni thënë vëmendje e publikut është fortë. Kjo tregon që me të vërtetë jeta demokratike politike në vendin tuaj është në nivelin nduhur, dhe ne si organizata jemi këtu vetëm për të ndihmuar nga pikpamje teknike, sigurisht që nuk merrem pjesë drejt për drejt në debatin politik që nuk hyn në mandatin tonë. Megjithatë është e rëndësishme çdo gjë që ju mbani shënim në raport me përgatitjen e zgjedhjeve, apo jo? Po sigurisht si gjatë 30 viteve të mëparshme jemi këtu për të ndihmuar, për të mbështetur institucionet shqiptar që merren me zgjedhjet, dhe duhet të them që kemi një bashkëpunim të mirë me të gjithë, dhe jo vetëm si vjet, jo vetëm gjatë muajve para zgjedhjeve, por gjatë tërë kohës që jemi këtu, edhe pas zgjedhjeve të vazhdojmë sigurisht punën tonë të vazhdueshme me institucionet shqiptare për përmirësuar akoma sistem zgjedhor. Zotë ambasador, këto zgjedhje, përveç faktit që natyrisht të sjellin një emocion të ri politik mes partive dhe kandidatëve që hynë në një garë, dhe natyrisht rrisin pritshmëritë e publikut ndaj zgjedhjeve, për herë të parë kanë sjellë një risi, e cila është pjesëmarrja e emigrantëve shqiptarë e diasporës në zgjedhjet parlamentare të 11 majit. Si e shikoni këtë proces që do të kryhet për herë të parë në Shqipëri? Deri tani, më sa di unë, më sa kuptoj unë, shkon punë mirë, që nuk ishte, për të cilë nuk ishim të sigurtë, sepse si e keni thënë është një vendimi i ri i parlamentit shqiptar, është dëshira e fortë e opinionit publik, dhe mbaj mend kur erdha para 10 muajve për të filluar misionin tim këtu, kishte dëgjuar që mendonin atëherë që ndoshta deri 50.000 votues nga jashtë shtetit do të marrin pjesë në zgjedhjet. Dhe pas 10 muajve tani jemi në situatë kur 5 herë më shumë kanë regjistruar, afërsisht pothuajse 250.000 njerëzit jashtë vendit kanë bërë procedurën për të regjistruar për pjesëmarrjen në zgjedhjet. Kjo tregon interesi i madh i diasporës për jetën politike në vendin tuaj, dhe kjo është për mua një shënim shumë pozitiv,
sepse unë konsideroj që diaspora juaj është një urë shumë e rëndësishme midis Shqipërisë dhe vendeve ku jetojnë, dhe fakti që ata nuk janë shkëputura nga vendi i tyre, por janë akoma angażuar në jetën demokratike dhe politike e vendit të tyre, të tregon që kjo urë funksionon, dhe mendoj që është për Shqipëri një shans, një fat i madh që ka një diaspora e tillë e fortë që është interesuar me vendin e saj. Në fakt, është diskutuar në qarqet mediatike, por dhe publike gjithashtu, vota e emigrantëve do të sillet në Shqipëri me post. Një proces i cili në vende të tjera nuk është i panjohur. Megjithatë, këtu ka patur diskutime nëse do të respektohet apo jo fshehtësia e votës e emigrantëve. Keni një pikpamje për këtë gjë? Jo, nuk kemi pikpamje sepse në çdo vend e ka sistemin e vend. Ka vend që nuk organizojnë votimin jashtë vendit, ka vend që organizojnë këtë, ata vend që kanë mundësi e organizojnë këtë me zyrë votimi jashtë si brenda vendit, si për shembull vendi im Franca e ka mundësi për të organizuar, por është një logjistik shumë e madhe, shumë e vështirë, dhe Shqipëria nuk kishte një mundësi të tillë. Bajmën kur erdha para 10 muajve, kur kisha bisedimit të parë për këtë punë, kisha përshtypje, dhe deri tani nganjëherë kam përshtypje që njerëzit nuk e kuptojnë sa vështirë është organizat e votimit jashtë vendit. Kanë zgjedhur këtë sistem postal, ka avantazh dhe defekt, por mendoj që nuk kishte një mundësi tjetër, dhe shpresojmë që Shqipëria nuk është vendi i vetëm ku zgjedhjet organizohen me sistem postal, dhe nuk mendoj që kjo duhet të konsiderohet si një pengesë kryesore. Në fakt, ju keni 10 muaj në krye të misionit të OSBE-s në Shqipëri, por sigurisht përpara se të vinit, keni qenë të parapërgatitur për shkak të informacioneve që merrni, për shkak të profilit tuaj diplomatik për zhvillimet në Shqipëri, të cilat lidhen me aspektin teknik të plotësimit ose jo të rekomandimeve që ka dhënë OSBE-u deri në zgjedhjet e fundit parlamentare të vitit të 2021. Dhe çfarë do t'i bënte në kënd vështrimin tuaj zgjedhjet e 11 majit konkurruese në plotësim të standardeve, duke patur parasysh se vetë OSBE shpesh herë ka kritikuar faktin që partitë politike në parlament nuk arritën në kohë të plotësonin të gjitha rekomandimet që ju kishit dhënë. Po, keni të drejtë që gjithë rekomandimet nuk ishin implementuar, akoma nuk ishin. Shpresojmë që nuk është pika e fundit, zgjedhjet e sivjetshme janë një hap tjetër në një rrugë që do të vazhdoj më vonë. Unë konsideroj që Shqipëria ka bërë progreset shumë të madh në aspekte të ndryshme, përfshirë organizim e zgjedhjeve demokratike të lirë. Ka defekt, ka problem të vogël, prapë si vjet do vi një mision vëzhgues nga ODIHR, që është një institucion brenda OSBE-s që veçanërisht merret me vëzhgimin e zgjedhjeve. Kanë bërë më përpara disa rekomandime, disa ishin implementuar, disa nuk ishin implementuar akoma, por si ju thash, do të vazhdoj procesi edhe më vonë. Por të paktën më sa mund të gjykoj, kushtetet ekzistojnë tani për organizimin e zgjedhjeve demokratike, dhe nuk kam dëgjuar si vjet që ndonjë parti do të kritikonte principialisht gjithë sistem e votimit. Ka disa problem, sigurisht, e dim, por në përgjithësi mund të konsiderojmë që përgatitja e zgjedhjeve bëhet në një mënyrë e përkatshme. Dhe një fjalë të fundit për t'ju them që problemi ekziston jo vetëm në Shqipëri, që kudo ku organizohen zgjedhjet, ku ka problem teknik logjistike që duhet me kohë të rregullohen.
Në fakt, zotë ambasador, ju jeni certifikues të zgjedhjeve, sepse sigurisht në datën 12 maj do të pritet me interes si çdo palë zgjedhje më herët raporti i misionit vëzhgues të OSBE-s dhe ODIHR-it. Në anën tjetër kemi dhe një institucion të rëndësishëm që administron procesin e zgjedhjeve, siç është Komisioni Qendror i Zgjedhjeve, që natyrisht bën pjesë në raportin dhe vlerësimin tuaj paraprak pasi të përfundojë procesi. Si e shihni punën e KQZ-s deri tani? Kur unë erdha në maj, takimi imi i parë, ose njën nga takimit të parë, me ishte tamam me komisionerit, them këtë për të treguar si rëndësishëm është ky partner për neve. Dhe mësa kuptoj unë, mësa i mund të gjykoj, bëjnë atje, jo vetëm komisioner, por gjithë kolegët e ti, gjithë institucionet që janë grumbulluar në KQZ-n, gjithë bëjnë me të vërtet një punë të vështirë, edhe një herë përsëris që nuk kuptojnë njerëzit sa vështirë është organizimi i zgjedhjeve në përgjithësi, dhe e bëjnë këtë në një mënyrë që më duket është vlerësuar nga gjithë palët. S'kam dëgjuar që dikush të kishte thënë që në Shqipëri ka problem të veçante me KQZ-n që nuk bën punën e saj. Jo, përkundërzi, nga gjithë palët dëgjoj që janë të kënaqura me punën e tyre dhe më sa mund të gjykojmë, ne kemi kontakte të vazhdueshme me KQZ-n dhe mund të konfirmoj që është një organizator shumë profesional në nivel të lartë dhe ka Shqipëri fat që e ka një strukturë të tillë për të organizuar zgjedhjet këtu. Është bërë udhës gjatë pothuajse dekadës së fundit që vëmendja e ndërkombëtarëve të fokusohej her pas here edhe tek listat e kandidatëve për deputet. Dhe natyrisht gjithmonë diplomatët në mënyrë diplomatike me gjuhën e tyre kanë kërkuar kandidat me integritet në listat e partive politike që i shërbejnë popullit dhe jo korrupsionit. A jeni njohur mbase sipërfaqësisht me përbërjen e listave të kandidatëve për deputet të partive politike për 11 maj, lista që janë publikuar pak ditë më parë? Jo, por listat që kanë publikuar para 2 ose 3 ditëve nuk e kam akoma studiuar, por nuk hyn në mandatin tim ta bëj koment për personalitet, për integritetin e kandidatëve të ndryshme, të listëve të ndryshme. Sigurisht që ne enkurajojmë gjithë partitë që prezantojnë kandidatë të ndjenjë, të aftësuar për punën e deputetëve. Unë mendoj që ekziston proceset nëse dikush do të ketë ndonjë problem me një kandidat që me kohë do të zbulohet që ky kandidat ka karakteristikët që nuk i lejon të jenë deputet. Ekzistojnë strukturë këtu, procesi është vetëm në fillim, deri në fillim të punës të asamblesë tjetër që për të larguar kandidatët që do të kishin hidhur disa problem në biografinë e tyre. Unë kam besim me sistemin që ishte implementuar këtu, me ndihmën tonë. Mendoj që nuk duhet të jetë problem kryesor me sa i përket nivelit njerëzor dhe profesional të deputetëve që do të zgjedhen. Të flasim pak për ODIHR-in, sepse ata do të zbresin në terren sikurse dhe vëzhguesit e OSBE-s. Kur e nis punën në terren misioni ODIHR, apo e ka nisur dhe sa vëzhgues pritet të jenë të angazhuar në zgjedhjet parlamentare të 11 majit? Puna do të filloj me datën 1 prill. Dë gjithsej gjatë 2 javëve para dhe pas zgjedhjeve do të jenë deri 300 vëzhgues, kurse për një periudhë më gjatë do të jenë këtu afërsisht 30 vetë. 30? 30, po. Dhe
dje e kam lexuar që tani është bërë publike që në krye këtij delegacioni do të jetë zoni Zanje, Lamberto Zanje, ish sekretari i përgjithshëm i OSBE-s. Domethënë kjo tregon nivelin e interesit dhe vëmendjes që i kanë për këtë zgjedhjet në Odir. Por edhe në herë duhet të them që Odiri është një strukturë e veçantë, e pavarur brenda OSBE, kurse neve si prezenca e OSBE-s në Shqipëri nuk merrem me vëzhgim të zgjedhjeve. Cili është roli i OSBE-s në këto zgjedhje, duke qenë se ombrellën e vëzhgimit të drejt për drejt në terren nga pikpamja teknike dhe mënyra se si organizohen apo se sillen partitë dhe kandidatët, do ta bëj Odiri. Cila do të jetë asistenca e OSBE-s në këtë rast? Asistoj Odir duke këshilluar apo duke koordinuar për të dalë në një raport paraprak pas datës 11 maj? Jo, unë do t'ju them që gjatë zgjedhjeve sigurisht që në linjën e parë do të jetë Odiri. Puna jonë, e kam thënë këtë më përpara, nuk është vetëm në momentin të zgjedhjeve. Punojmë vazhdimisht tërë vit. Dhe kemi punuar më përpara, do të punojmë pas zgjedhjeve. Vitin e kaluar kemi patur shumë aktivitet me KQZ-n, shumë workshop dhe aktivitet tjetër për të ndihmuar, për përmirësuar sistemin zgjedhor këtu, dhe këtë punë do të vazhdojmë pas zgjedhjeve sigurisht. Por vëzhgimi i zgjedhjeve nuk hyn në mandatin i prezencës së OSBE-s në Shqipëri. Para disa kohësh, struktura e posaçme antikorrupsion njoftoi se për herë të parë do të angazhohet drejt për drejt nëpërmjet një platforme elektronike ku i fton qytetarët të denoncojnë nëse ata shohin raste të shkeljeve zgjedhore. Si e shihni këtë iniciativë të strukturës së posaçme antikorrupsion, e cila bashkë me KQZ-n dhe prokurorin e përgjithshëm do të monitorojnë nëse do të ketë tendenca për shkelje zgjedhore? Ne kemi mirë pritur, në përgjithësi, si e dini, si agregat ndërkombëtar tjetër, kemi marrë pjesë në reformën e drejtësisë në vendin tuaj, që ka qenë një hap shumë i rëndësishëm në demokratizimin e vendin tuaj, dhe hyn në mandat të SPAK-ut edhe krimet zgjedhore, dhe kanë marrë disa hapet vendimet për të implementuar këtë mandat. Është herë e parë si vjet që janë organizuar, kanë kërkuar nga neve mbështetjen dhe sigurisht që ne konsiderojmë që krimet zgjedhore patjetër duhet të jenë në vëmendjen të prokurorit të veçantë edhe të prokurorisë e përgjithshme. Po, ndërsa flasim këtu, ju besoj i keni ndjekur që nga partitë kryesore politike pati rezerva për faktin që SPAK do të përfshihet në hetimin e rasteve apo shkeljeve zgjedhore. Si e lexoni këtë qëndrim të politikës, zoti ambasador? Unë mendoj që ka ndoshta një keq kuptim, që sigurisht që as SPAK-u, as prokuroria nuk duhet në ndërhy në debatin politik, ne nuk duhet të jep përshtypjen që luajnë një rol politik. Kurse sa i përket krimit zgjedhor, nuk mendoj që asnjëri nuk mund të jetë dakord që janë si krimit tjetër, duhet patjetër të jenë në vëmendjen të këtyre strukturave, dhe tamam kjo është çfarë ne kemi kërkuar nga ata dhe për çfarë të mbështesim. Do të thonë, sido që të jetë akti i strukturës së posaçme antikorrupsion, protokolli që kanë nënshkruar me KQZ-n dhe prokurorin e përgjithshëm, është një ndihmë sipas mendimit tuaj për të krijuar një lloj dige apo prite për të garantuar standarde më të mira zgjedhore? A mendoni kështu? Kështu mendoj që në fushën e zgjedhjeve si në fushë tjetër ka patur një reformë i rëndësishme, si thash, të drejtësisë, dhe gëzohemi që strukturët e re që janë krijuar merren me gjithë spektrën e
krimeve që ekzistojnë në vendin tuaj si në vendit tjetër. Edhe njëherë përsëris që gjithë problem për çfarë flasim neve tani me ju, ekzistojnë kudo. Nga njëherë kam përshtypje që njerëzit flasin për Shqipëri si ishte një ishull që me problem të veçantë. Jo, gjithë problemet zgjedhjeve ekzistojnë kudo, por ne jemi këtu si organizatë që ka 57 vend antar për pjesëmarrës, jemi këtu për të ndihmuar, për të treguar shembull si janë marrë me probleme të tilla në vend tjetër ku kanë një eksperiencë demokratike më gjatë. Por problemet edhe krimet ekzistojnë kudo, edhe krimet zgjedhore, dhe ka strukturë përkatshme edhe në Francë dhe kudo që merren me këto krimet zgjedhore. Zoti ambasador, cili është roli i partive politike ose cili duhet jetë në fakt për të respektuar standardet zgjedhore në këndvështrimin tuaj? Sa ndikojnë partitë politike në krijimin e një ambienti të mirë për zgjedhjet? Ata duhet të respektojnë ligjin, është qartë, jeni një shtet i drejtësisë, tani, state rule of law, dhe partitë politikë duhet të implementojnë, të respektojnë ligjin shumësisht. E kuptoj. Në këto zgjedhje megjithatë pam një kufizim ose një përdorim të kufizuar të teknologjisë në zgjedhje. Flas për numërimin dhe votimin elektronik. Gjë që u vure edhe në zgjedhjet e vitit të 2021, por dhe partitë politike nuk është se gjetën një gjuhë të përbashkët kur erdhi puna që Komisioni Qendror i Zgjedhjeve të vendoste për një hartë më të gjerë të aplikimit të teknologjisë në zgjedhje. A do duhet që partitë të kishin vetë interes për një proces të shpejtë duke përdorur teknologjinë? Po këto janë dy pyetje të ndryshme. Shpejtësi është një gjë, dhe sigurisht që të gjithë janë interesuar të shkojnë procesi shpejt, por duke respektuar gjithë rregullat. Më mirë ta presim pak, por të jemi si të sigurt që rezultatet janë të konfirmuara. Kurse probleme teknike që për të cilën keni folur, prapë do t'ju them që disa vend e kanë marrë për vendim të ndryshme. Nuk ekziston një model i veçantë në kudo, si për zgjedhjet jashtë vendit. Çdo vend e ka implementuar sistem, ka vend ku është më zhvilluar mënyre elektronike për votimit, ka vend ku kjo nuk ekziston fare. Mua më duket që e rëndësishme është që konsensusi ekziston. Ky konsensusi nuk ekziston tani për të implementuar këtë zgjedhje elektronike në tërë Shqipëri. Kanë bërë një eksperiencë në 2 qarkut herën e fundit. Kësaj herë prapë do të jetë vetëm në një mënyrë shumë të kufizuar. Nuk mendoj që kjo duhet të jetë një pikë antagonizmi. Duhet të gjejmë një mënyrë e votimit që për të cilën të gjithë se kanë besim. Dhe që krijon konsensus. Megjithatë, pas 2 javësh do të nisë zyrtarisht fushata elektorale dhe natyrisht që skena publike në Shqipëri do të ndizet edhe më shumë. Por duket që ky është dhe një tipar ballkanik, të themi, por dhe i vendeve të Bashkimit Evropian, kur vjen puna tek fushatat elektorale. Çfarë bën në këndvështrimin tuaj një fushatë të mirë elektorale, zoti ambasador? Së pari, s'keni përdor fjalë, por ndoshta do të përdorni në pyetjen tjetër. Shpejt dëgjoj që problemi i Shqipërisë është polarizimi i skenës politike. Kurse unë habitem sepse polarizimi faktikisht ka 2 polë, është esenca e jetës demokratike dhe tamam ishte për çfarë kishte nevojë, për çfarë Shqipëria kishte nevojë, që nuk kishte polët e jetës politike në gjatë regjimit komunist, kishte vetëm një pol. Polarizimi deri duhet të ekzistojë dhe është normal që në parlament të jetë majorancë dhe opozite. Çfarë nuk është normal, për fat keq siç prap do them, nuk është një specialitet vetëm për Shqipëri dhe për vendin ballkanik.
nga një herë nuk e respektojnë etikën sjelljes partitë politikë. Kjo është gjyna për vendin, është gjyna për partitë vetër, po kjo prapë them, insistoj, nuk është vetëm në Shqipëri, edhe në vend tjetër nga një herë shikon që habitesh si mos respekton. Sa i përket mos respekton njëri tjetrën. Sa i përket fushatës, unë mendoj që e rëndësishme që është që partitë, kandidatët e prezantojnë një program që jo vetëm janë në konflikt me pozitën ose me opozitën, por me të vërtet janë duke prezentuar idetë dhe programin dhe kërkojnë nga votues mbështesin për këtë program. Dhe fatkeqësisht duhet të them që nga një herë e ke përshtypje që disa kandidatë program nuk e kanë, vetëm program është që janë kundër palës tjetër. Nuk mjafton, duhet të jesh për diçka, jo vetëm kundër. Partitë duhet i japin argumenta, thoni ju, dhe skenës politike në Shqipëri, përveç partive tradicionale, i shtohen në çdo palëzgjedhje dhe parti të reja. A mendoni që ky është një shans për Shqipërinë që të rrisë diversitetin në parlamentin e ardhshëm, meqense kësaj herë në garë kemi disa koalicione të reja, kemi disa bashkime partish të reja? Ju kërkonin nga unë analizën politike që nuk të ta bëj, sepse kjo nuk hyn në mandatin tonë, dhe si kuptoni duhet të respektoj neutralitetin të plot. Janë partit të madhe, janë partit të vogël, si do të zhvillohet situata në parlamentin e ardhshëm nuk e di, e rëndësishme është që zgjedhjet organizohen në mënyrë lire, që çdo cili, çdo votues mund të votojë për atë për kë besim e ka. Do të bëjmë një shkëputje të shkurtër të reklamave dhe rikthehemi pas pak për të vazhduar me pjesën tjetër të intervistës me ambasadorin Taro. Jemi rikthyer sonde në intervistën me kryetarin e prezencës së OSBE-s në Shqipëri dhe do ta zhvendosë intervistën tek një tjetër aspekt që lidhet me monitorimin që OSBE bën tradicionalisht në Shqipëri, siç është roli i medias në mbulimin e fushatave elektorale apo të aktivitetit të partive apo të kandidatëve. Si e shihni median, zoti ambasador? Keni një shtyp të lirë sigurisht që nga fillimi i demokratizimit të vendit tuaj, por me njëherë fatkeqësisht shohim që nuk e tregojnë gjithë aspektet në mënyre neutrale dhe në mënyre profesionale. Kjo është gjëna, e dim këtë, është një nga fushë ku ne punojmë bashkë me Bashkimin Evropian, bashkë me pjesëmarrës tjetër, dhe një nga problem për shembull sa i përket fushatës elektorale është që shumë shpesh ka elemente të përgatitura nga partitë që janë të transmituar nga kanalet të televizion. Kjo nuk është punë e gazetarisë. Gazetar duhet të ketë akses të lirë dhe duhet të krijoj ai vetëm materialet për televizion, nuk duhet vetëm të transmetoj propagandën e partive. Ka moment të veçantë ku partitë prezantojnë programet e tyre, por kjo nuk është puna e gazetarëve e misioneve si misioni juaj. Duhet votuesi ka nevojë për një lloj zgjerimi, shpjegimi që nuk është vetëm materiali i përgatitur nga partitë të vetëm. Pra roli i medias megjithatë mbetet i rëndësishëm në këtë fushatë elektorale, sipas vështrimit tuaj. Më falni? Roli i medias do të jetë i rëndësishëm, pra, sipas këndvështrimit tuaj. Sigurisht është rëndësishme sepse njerëzit e dëgjojnë, shikojnë televizion, lexojnë gazetë, keni shumë kanalet,
ka vend kur kam punuar në vend kur media ishin shumë më të varfër, shumë më pak. Këtu në Shqipëri ka shumë media edhe televizion edhe radio edhe gazetë, por fatkeqësisht duhet të them që jo gjithmonë punojnë në mënyrë profesionale. Cili është roli shqiptarëve në zgjedhjet e 11 majit? Ata janë jo thjesht votues, por janë dhe gjykues të partive politike. A keni një këshill për shqiptarët dhe sidomos për të rinjt që do të shkojnë për herë të parë të votojnë në datën 11 maj? Unë jam takuar disa herë me grup të rinjve, tamam të rinj që do të votojnë për të parën herë, o të paktën të rinj që kanë mundësi për të votuar për të parën herë si vjetë në maj. Dhe e di dhe kjo është gjëna sigurisht dhe prap nuk është problem vetëm për në Shqipëri, që ka një pjesëmarrje në zgjedhje që është ullët në veçanëri sa i përket të rinjt. Dhe kjo është gjëna e madh. Ka vend ku pjesëmarrja është e detyrueshme. Kjo nuk është rasti në Shqipëri, nuk është rasti në vendin tim në Francë, por ka vend ku pjesëmarrja është me ligjën duhet çdo qytetar të marrë pjesë me zgjedhje. Unë konsideroj që nuk është një detyrim ligjor, por është një detyrim moral. Dhe pikërisht në vend si vendi juaj, që ka kaq shumë vuajtur nga mungesa e demokracisë. Dhe kur takohem me të rinj gjithmonë u them që të paktën për respektin e gjyshëve dhe prindërve tuaj që kanë luftuar për këtë të drejtë, për demokratizimin e vendit tuaj, që kanë luftuar kundër regjimit moniste, të paktën për respektin e tyre, duhet patjetër të merrni pjesë në zgjedhjet. Një herë në 4 vjet e keni mundësi për të qenë qytetar aktiv të vendit tuaj, keni mundësi për të qenë aktive edhe pas zgjedhjeve, por kjo është zgjedhje e çdo cilit që do të merr pjesë në jetën e ndonjë partie ose në ndonjë shoqëri, por të paktën në një moment në 4 vjet të gjithë mund të merren pjesë dhe duhet të merren pjesë në zgjedhjet. Kjo është votimi, qoftë votimi e bashkive, qoftë votimi për parlamentin. Keni kohë të gjatë që e njihni Shqipërinë, siç edhe fakti që e flisni gjuhën shqipe në mënyrë të rrjedhshme tregon që e njihni mirë këtë popull. Si e shpjegoni në këndvështrimin tuaj faktin që të rinjt janë jo kaq shumë prezente në jetën politike, qoftë edhe me mënyrën se si votojnë me pjesëmarrjen në zgjedhje apo jo? Cilat janë faktorët sipas jush? Një nga problemet ka disa probleme janë sociologët që ndoshta do të shpjegojnë këtë më mirë se sa unë, por unë mendoj që një nga problemet është që ka njerëz që mendojnë që për ku do të votojnë, nuk do të ketë ndryshim, që njësoj do të jetë. Që fundi kjo parti ose parti tjetër nuk do të ndryshoj jetën. Sigurisht është të qartë që për shembull në vendin tuaj në Shqipëri ka një qëllim për të gjithë që është anëtarësi në Bashkim Evropian, dhe është të qartë që gjithë parti janë për këtë, dhe asnjë parti nuk thot që është kundër. Dhe për këtë arsye, nga një herë, mendoj që ka njerëz që mendoj që fundi më mirë të shkojnë në plazh ose në kinema, sepse çfarë do të jetë votimi im, nuk do të jetë ndryshim. Atyre njerëzve, unë i them që zgjedhja nuk është vetëm rezultati i zgjedhjeve, është një proces demokratik, është mënyrë për ty për të treguar që je antar i kësaj shoqatje. Nuk edhe ka raste që e di që kandidati për të cilin do të votosh ka shumë pak shans për të zgjedhur. Por megjithatë duhet të shkosh patjetër për të votuar, për të treguar atij që ai ka mbështetjen të paktën të një pjesës së votuesve. Dhe prap është mënyra për ty që të tregosh që ju nuk je vetëm një qytetar pasiv, një qytetar pasiv e këtij vendi, por je një qytetar aktiv dhe një herë të paktën në 4 vit duhet të merresh pjesë
pa tjetër në këtë proces qytetarët. Sot hemisfera veriore e globit është në një dinamik të fortë gjeopolitike. Kam parasysh marrëdhëniet mes Shtetet Bashkuara të Amerikës, Bashkimit Evropian dhe Rusisë në krahun tjetër. A mendoni se do të ndikohen në zgjedhjet politike në Shqipëri ose situata përpara këtyre zgjedhjeve nga kjo dinamike fortë gjeopolitike? Me thënë të vërtet jo, nuk mendoj që ata ka sigurisht për ditë lexojmë gjërat çuditshme që vjen nga vend tjetër. Nuk mendoj që kjo do të ketë pasojë të veçantë në Shqipëri. Shqipëri nuk është në këtë lloj aktiv. E dihet që 100% e shqiptarëve mbështesin antarësinë e Shqipërisë në Bashkimin Evropian dhe në NATO. S'kam dëgjuar as atëherë në vitet 90, as tani që ardha ime në maj. Dikë që do të fliste që jo fundi kemi bërë gabim, nuk do të shkojmë te Evropa, më mirë do të kthehemi në Perëndi Otomane ose në zonën e influencës të ish Bashkimit Sovjetik. Këtë nuk dëgjon këtu. Kurse në vendit tjetër, rreth Shqipërisë, ekzistojnë kjo tendencë, të paktën ndoshta jo pjesë e madhe e popullsisë, por ka një pjesë e popullsisë e vendeve të ndryshme që kanë ndoshta një interes, një simpati për Bashkimin Evropian më lehtë se sa këtu në Shqipëri. Në Shqipëri, gjeopolitika e Shqipërisë është e qartë. Dhe është qartë jo vetëm si vjetë, është qartë për një kohë gjatë. Këtë them unë kur i takohem me vizitorë të ndryshme që vinë në Shqipëri për të parën herë. Gjithmonë i them që e dihet është një histori e gjatë që nga shekulli 19 shqiptarë janë të bindura që janë pjesë e Evropës, edhe që vetëm është një aksident i historisë që gjatë 25 viteve janë të shkëputuar nga Europa, që vendi i tyre i vërtet është atje. Dhe kjo nuk është vendim i një palë ose i një grupe, është vendim shpërndar kudo më duket. Dielli i shqiptarëve lind në Perëndim. Zoti ambasador, pse janë të rëndësishme zgjedhjet parlamentare të 11 majit për pjekurinë demokratike të Shqipërisë? Edhe në kushtet kur vendi ynë ka hapur bisedimet e antarësimit me vendet e Bashkimit Evropian. Zgjedhjet parlamentar janë të rëndësishme kudo. Është moment kryesor i jetës politike të vendit tuaj. Në veçanëri në Shqipëri, kur vetëm ata janë zgjedhjet kombëtar. Ka vend tjetër, si për shembull Franca, ku janë edhe zgjedhjet për parlament, edhe zgjedhjet për presidentin e Republikës, domethënë ka dy moment ku me të vërtet gjithë popullsia duhet të shpreh vendimin e saj. Ju e keni vetëm një moment gjatë 4 viteve, dhe vit që vinë, 4 vjet që të vinë, do të jenë në vazhdimsi të këtyre zgjedhjeve, njerëzit që do të votohen në parlament, do të qeverinë vendin tuaj, dhe sigurisht që është moment shumë i rëndësishme. Ju i keni thënë, ka një veçanëri si vjet që parlamenti që të zgjedhet do të merë, do të vazhdoj punën e negociatave me Bashkimin Evropian për antarësi të Shqipërisë. Sigurisht që pa tjetër duhet ata parlamentarë që të vazhdojnë këtë punë të kenë mandatin të qartë nga popullsia për të vazhduar këto negociatet. Për ne, flas unë si një përfaqësuesi i një vendi të Europës perëndimor, jo si kryetari i OSBE-s, për vendet perëndimor antar të Bashkimit Evropian, është shumë e rëndësishme që legitimiteti i qeverisë dhe e parlamentit me të cilën do të vazhdojmë punën e negociatave të antarësisë.
Pra, partitë politike në Shqipëri duhet ta kenë të qartë se po hynë në një fushat elektorale të një vendi kandidat për anëtarësimin në Bashkimin Evropian, zotë ambasador, apo jo? Mendoj që të di të gjithë këtë e kam ndërmend, dhe të gjithë, si thash, nuk kam dëgjuar ndonjë parti që nuk do të ishte në favor të këtij procesi. Zotë ambasador, ju falenderoj shumë që ishit sonte në Radio Televizionin Shqiptar dhe të gjitha pikpamjet dhe vlerësimet që ju dhat për çfarë presim në zgjedhjet e 11 majit. Të kënaqësi ime dhe ju uroj zgjedhje të suksesueshme. Gjithashtu unë ju uroj suksese në monitorimin e procesit të 11 majit. Ju faleminderit. Do të rikthehemi pas pak me 3 gazetarë, komentatorë dhe bashkëpunëtorë të emisionit Ngjarja Kryesore për të folur për çfarë na pret në zgjedhjet parlamentare të 11 majit. Qëndroni me ne pas pak.